Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin politik, teksa një ditë më parë Shpresa Demokrate nisi lëvizjen e saj me në krye Pëllum Pilinçin, i cili premtoi një shpresë të re për shqiptarët, duke goditur klasën e vjetër politike. Po çfarë pritet të ndodhë nga kjo lëvizje tani e tutje dhe çfarë pritet të ndodhë me figurat kryesore politike si Edi Rama dhe Sali Berisha? Për të folur për gjitha këto, por edhe çështje tjera të aktualitetit politik, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Islami, në optikën tuaj që keni kaq vite eksperiencë duke parë lëvizjet politike, por edhe atë gjithë çka ka ndodhur në 30 dhe ca vite të sistemit demokratik në Shqipëri, si e patë lëvizjen e Shpresa Demokrate, e cila mbajti një tubim në sheshin Skënderbej një ditë më parë? Që nga vetë emri shpresë, thjesht kam shpresë. Nuk jam i kënaqur me pjesëmarrjen e shqiptarëve, për arsye se atje në shesh kishin ardhur më shumë shqiptar nga emigracioni, nga Italia dhe nga Greqia, nga Franca kishin ardhur, nga Kosova kishin ardhur, ndërsa qytetarë shqiptarë Tirana si jetojnë Tiranë kishin shumë pak. Megjithatë, fillimi i marrë gjysmë me punës. Dhe shpresoj që kjo forcë politike, e cila, si kur se tha kryetari Pilinçi, është një parti që mbështetet nga Amerika dhe si aleat kryesor dhe të vetmin pro-shqiptar që kemi sot në botë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do shpresojmë që diçka të bëhet të ndryshojë kjo katrahur dhe kjo varfëri ekstreme, ky shpërfytyrim i shqiptarëve dhe i Shqipërisë. Shpresojmë që të ndryshojë. Tani se sa do ndryshojë, mbetemi në pritje. Çfarë pritet të sjellë konkretisht kjo lëvizje, teksa dhe vetë Pilinçi bëri disa premtime konkrete duke atakuar figurat kryesore si Edi Rama dhe Sali Berisha, të cilët sipas tij kanë qenë pengesa kryesore në rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, por edhe në raportet e vetë Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tashti, këto dy forca politike nuk janë dy forca politike, është një dhe është Partia e Punës. Dhe është politika, i vazhdimi politikës së Enverit, Ramizit dhe komunistëve shqiptar, por me xhaketat të tjera, me xhaketat të reja. Nuk ka absolutisht asnjë shpresë Shqipëria me këto dy parti. Nëse nuk largohen nga pushteti, nga politika, partitë politike këto dy parti që janë më anti-shqiptare se çdo anti-shqiptar tjetër, Shqipëria do mbetet në këtë gjendje që është. Ne u kemi bërë thirrje shqiptarëve brenda dhe jashtë Shqipërisë. Profesor Pilinçi u është drejtuar disa herë, edhe dje, u bëri thirrje shqiptarëve, hajdeni të ndërtojmë, të ngrëm qeverinë teknike, dhe madje i pyeti dhe tha tekstualisht, ju përse sa kohë mendoni, tha që duhet për të vendosur qeverinë teknike, 3 muaj apo 1 muaj. Dhe gjithë sheshi një zëri, 1 muaj thanë kërkojnë. Presim të thënë 1 muaj. Ka një problem aty të cilin ta përhaun nuk do ta trajtoj, po shpresoj që mbasi të vej informacioni duhur tek zoti Pilinçi të korrigjoj disa gjëra atje tek këta pjesëtarët ose tek këta ministrat e caktuar tani në këtë qeverinë demokratike, qeverinë teknike. Do shikoj. Si mendoni, çfarë pritet të sjellë qeveria teknike e propozuar nga Pilinçi konkretisht në vimësi, duke qenë se nga ana tjetër edhe Berisha e kërkon
një gjë të tillë që sipas tij votat e 11 majit janë të manipuluara dhe tashmë duhet një qeveri teknike që të marrë në dorë fatet e vendit dhe ta çojë vendin drejt zgjedhjeve të reja. Kam një kërkesë, po deshe pyetjet më të shkurtra që mendoj një nga një për secilin. Tani ju thatë çfarë pritet. Është tjetër gjë çfarë pritet dhe tjetër gjë çfarë presim. Ne presim që kjo qeveri teknike me njerë të filloj të vërë në punë drejtësinë shqiptare, SPAK-un dhe byron kombëtare të hetimet dhe të fillojnë arrestimet e politikanëve të korruptuar, gjë që deri tani nuk po e shohim. Është arrestuar vetëm Ilir Meta dhe ai Erion Beliaj, ndërsa me Sali Berishën po tallen. Po tallen Sali Berisha me neve, po tallen dhe ata me Sali Berishën dhe të dy palët tallen me popullin shqiptar. Çfarë pengon ata që t'ja ngrënë akuzën ashtu si duhet Sali Berishës dhe Edi Ramës? Çfarë pengon? Asnjë. Thjesht është vegël në dorë të tyre. Drejtësia shqiptare është robinj, është instrument në dorë të politikës aktuale shqiptare. Të kësaj spektri politik shqiptar janë në dispozicion të atyre, jo në dispozicion të Shqipërisë të mirëmbajtjes së gjërave. Tjetër çfarë presim? Presim që të ndryshojë dhe të abrogohet ligji 7501 se kundërshtape profesor Pilinçi dhe prona të shkojë tek i Zoti. Njëkohësisht presim që të shpërndësohen të gjithë oligarkët dhe hajdutët politikanë të Shqipërisë që janë bërë miliarderë në një kohë rekord të pamendueshëm në botën kapitaliste për 30 vjet të ketë miliarderë Shqipëria. Dhe populli të hiqet kjo zgjedh ka dukurris, ky oktapod vegan që ka kapur me tentakulat e tij çdo qeliz të popullit dhe të ekonomisë shqiptare dhe prona të vejtë i Zoti. Këto gjëra presim neve, se do bëj pasaj qeveria teknike dhe Partia Shpresa Demokrate Shqiptare, këtë nuk mund ta parashikoj. Zoti Islami, po sa i përket figurave politike si Edi Rama dhe Sali Berisha, çfarë pritet të ndodh me këto dy figura nga vetë qeveria teknike dhe ai ka instrumentet e duhura për t'i nxjerrë nga tregu politik këto dy figura, duke qenë se sipas jush dhe e keni përsëritur shpesh herë, këto janë dy figura që mbajnë peng zhvillimin shoqëror dhe politik në vend. Edhe njërë, po e ritheksoja të që thash pak më përpara. Nuk e di çfarë pritet, di çfarë presim ne. Unë pres që këta dy persona, këta të dy antikombëtar, këta dy antishqiptar të rrezikshëm, thellësisht antishqiptar, të shkojnë para bangos së të akuzuarve për krimet që kanë bërë këtij populli, për vjedhjet që kanë bërë, për grabitjet që kanë bërë, për arratisjen që e ka detyruar punëtorin, djalin dhe burrin shqiptar të ikin jashtë shtetit, për këtë varfëri të skajshme, artificiale që kanë krijuar në Shqipëri, të qërohen nga politika, tikin nga sytë këmbët, mirë është të venë në burg, sepse në burg e kanë vendin, të kthejnë parat që kanë vjedhur këtij populli, të dorëzojnë pronat që kanë bërë me djersën dhe me gjakun e popullit dhe të shkojnë në burg. Këtë presun se ç'pritet nuk e di, se çfarë do bëj Partia Demokrate Shqiptare nuk jam në gjendje të them, sepse nuk e di. Di që në programin e saj ka këto gjëra që thash pak më përpara. Di që në programin e saj ka vendosur dhe ka vënë projekt një kushtetutë të re shqiptare, simbas modelit amerikan të kushtetutës amerikane, me 41 senator dhe 80 deputet dhe me një president. Këto presim të bëhen. Jemi të padurueshëm, nuk na mban ujë pilafi kur thon, sepse koha po iku qeshori, sa gjysmë e qeshorit iku, dhe gjysma metet. Korriku po edhe gushti janë ushqime të thash. Pra, qa mbetet me vështator? Vështator Edi Rama thot jam unë në qeveri dhe vate mbaroj.
Kjo qeveria teknike që është krijuar kur do filloj të veprojë, këtë se di unë.